السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vazhdojmë librin e Imam Ahmedit rahimahullah, Usul Sunna. Kemi ardhur te fjalia wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin. Sonte do të prekim një temë shumë të rëndësishme që e ka përmendur Imam Ahmedi rahimahullah. Ajo është lidhje me Kur'anin, se është fjala e Allahut, dhe kjo është bindja e Sunetit, parim Islam, të besojmë se Kur'ani është fjala e Allahut e nuk është i krijuar ashtu siç pretendojnë Jehmit. Thot Imam Ahmed rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi. Kur'ani është fjala e Allahut, wa laysa bi makhluqin, e nuk është i krijuar. Wala yad'ufu an yaqul laysa bi makhluq. Nuk është dobësi të thuhet se Kur'ani nuk është i krijuar. Mandej thot, fa inna kalam Allahi laysa bi ba'in minhu. Nga se fjala e Allahut nuk është e shkputur nga Allahu. Wa laysa minhu shay'un makhluq, dhe nuk është asgjë pra që ka të bëjë me sifatet e Allahut që vjen nga ai, nuk është e krijuar, nuk është i krijuar. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi. Dhe ju porosis që të largoheni dhe distancoheni pra nga debatet me ata që kanë shpikur një gjë të tillë. Pra bisedat, debatet jashtë rregullave që i kemi përmend në ligjëratat e kaluara. Wa man qala bil lafzi wa ghayrihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq wa inma huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluq. Tani thot Imam Ahmed rahimahullah, ai i cili thot se shprehja ime, fjalia ime se Kurani është fjala e Allahut është e krijuar, apo edhe ai i cili nalet, edhe ai i cili qëndrimi i tij thot nuk e di a është i krijuar apo nuk është i krijuar, por është fjala e Zotit, edhe ky është pasuesi i bidatit. Që do të thot është i njëjtë sikur ai që thot që Kurani është i krijuar. Pra duhet me qenë i qartë këtë çështje, wa inna ma huwa kalamullahi laysa bi makhluq, është fjala e Allahut dhe nuk është diçka e shpikur dhe diçka e krijuar. E para duhet ta dim se çka nënkuptojnë Jehmit, Mu'tazilet me shprehjen Kurani është i krijuar. Qëllimi i tyre është se Allahu nuk flet dhe nuk ka folur. Allahu nuk flet dhe nuk ka folur. Dhe Kurani nuk është fjalia e Allahut, por e ka krijuar Allahu sikur e ka krijuar njeriu. Sikur e ka krijuar Allahu tokën, qiell, drunjet, pemet, e ka krijuar edhe Kur'anin që të shërbejë njeriu me librin e Allahut. Dhe padyshim se kjo është ide shejtanie, djallëzore, që dietarët e Sunetit atë botë fuqishëm e kanë refuzuar, e kanë luftuar. Dhe argumentet që shfuqizojnë këtë ide të shëmtuar janë shumëta. Ka argumente nga Kurani dhe Suneti që kanë përmendur. Një prej argumenteve që e përmendin se Kurani është fjalia e Allahut, është fjala e Allahut. Allahu thot suratu Tauba, wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nëse ndokush nga mushrikët, thot Allahu, kërkon nga ti besë që të futet mesin e muslimanëve, të jetë i sigurt. Allahu tebaraka wa taala thot fa ajirhu, jepi besë, jepi siguri, hatta yasma'a kalam Allah, derisa ai të vi edhe të ndëgjoj fjalën e Allah. Pra qartë, bukur, hatta yasma'a kalam Allah, derisa të ndëgjoj fjalën e Allah. Po ashtu Allahu thot në një ajet tjetër, wa kallama Allahu Musa taklima.
Allahu i ka folur Musait me bisedë, me fjali, me fjalë. Po ashtu Allah Azza wa Jall thot: "Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa." Ne përkujto edhe kur idh nadahu e thiri atë Musain, Allahu, rabbuhu, Zoti i tij, bil wadi al muqaddas tuwa, në kodrën apo në luginën e shenjtë Tuwa. Këto janë argumente të qarta që duhet t'i kuptojmë edhe t'ju bindemi se vërtet Kur'ani nuk është i krijuar, nuk është i shpikur, por është fjali edhe është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu flet, ka folur dhe do të flas kur don ai. Dhe pjesë e fjalimit dhe bisedës ti është Kur'ani prej fillimit deri në fund. Salih Suhejmi, hafidhahullah, Allah ruajt, i përmend në mënyrë shumë të shkurtuar 8 pika në lidhje me këtë çështje. E para thot: duhet ta dini se Kur'ani është fjala e Allahut e zbritur te Muhamedi alayhi salatu wassalam, në zemrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam nëpërmjet Xhibrilit, melekut Xhibril, në gjuhën arabe të qartë. Kjo është e para. Pra çështja e parë që duhet ta dini ndaj Kur'anit, duhet ta dini lidhje me këtë temë, është e zbritur nga Allahu nëpërmjet Xhibrilit në zemrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në 2, en Allah takallama bihi biharfin wa sautin. Allahu ka fol biharfin wa saut, me shqiptim, pra është shqiptu dhe është në dëgju fjala e Allahut subhanahu wa taala. E kundërta e asaj që ka nga mendimet e devijuara se Allahu subhanahu wa taala ka folur, por nuk është ndëgju dhe nuk është shqiptu. Pra nuk ndëgjohet dhe nuk shqiptohet. E treta që duhet dim, Xhibrili alayhi salam e ka ndëgjuar Allahun drejt për drejt. Allahu i ka folur melekut Xhibril alayhi salatu wassalam. Nga se ka nga grupet, ka nga mendimet e devijuara që thonë se meleku Xhibril e ka marrë vetëm nga Lauhi Mahfudh edhe se ka ndëgjuar nga Allahu. Prap ideja e shejtanit për mi deviju njeriu. E ka të tha, ne duhet të pohojmë se Allahu flet duke mos ju përngjasu krijesat. Pra njeriu flet, ndëgjohet zëri i tij, shqiptohet, por Allahu te baraka ve taala leysa kamithlihi shay, nuk i përngjason askush Allahu. Larg asaj. Allah është i pastër nga gjitha krijesat. Pra kjo çështja katër që duhet ta dim këtë çështje. E pesta, duhet ta dim se an al-Quran al-matluwa bil-alsun huwa kalamullah. Kur'ani i cili lexohet me gjuhë, ajo është fjala e Allahut. Mandej, an al-Quran mahfuz fi sudur huwa kalamullah. Kur'ani që është i ruajtur në zemra është fjala e Allahut. Në 7, Kur'ani i cili është i shkruar në mushaf është fjala e Allahut. Në 8, al-habr wal-waraqa makhluqatani. Ngjyra që i shkruan fjalët e Allahut dhe letra që është e shkruar janë të krijuara. Për me pas, pra këto janë 8 pika që i ka përmend Salih Suhejmi në komentin e këtij libri. Të 8 pika të shkurta që është mirë për t'i ditur e gjithë kjo që ta kuptoni sa më qartë se Kur'ani është fjala e Allahut dhe Allahu e ka folur nëpërmjet melekut Xhibril, apo ka raste që edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam drejt për drejt ka folur me Allahun te baraka ve taala. Ibn al-Qayyim në librin Mukhtasar as-Sawaiq ka thënë: "Fal-mahfudhu ghayru makhluq, wal-qalbu makhluq." Ajo që është ruajtur, Kur'ani, që nxinet përmendsh, ajo është e pakrijuar. Ndërsa zemra është e krijuar. Ajo që ruhet në zemër, Kur'ani, ajo është e pakrijuar.
fjala e Allahut, ndërsa zemra është e krijuar. Po ashtu thot Ibn Qayyim rahimullah, wal matlubu ghayr makhluq. Ajo që citohet, lexohet, nuk është e krijuar, ndërsa leximi ynë është i krijuar. Pra ato që shqiptojmë, gjuhët, buzët tona, gjuha jonë, ajo që domethënë këto i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Wal maqru'u ghayru makhluq. Leximi, ajo që është duke u lexuar, nuk është e krijuar. Ndërsa shiqimi ynë është i krijuar. Wal masmu'u ghayru makhluq. Ajo që ndëgjohet, Kur'ani nuk është i krijuar, ndërsa veshët tonë janë të krijuar. Wal maktubu ghayru makhluq. Ajo që është e shkruar, ajo nuk është e krijuar. Nuk e ka krijuar Allahu. Ndërsa wal kitabatu, shkrimi e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një sqarim që duhet ta dini lidhje pra me atë fjalën wal Qur'anu kalamullah laysa bi makhluq. Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Nuk është i krijuar. Pra Allahu ka folur, Allahu flet dhe Kurani është fjala e Allahut te baraka ve taala, nuk e ka krijuar. Shtrohet pyetja. Kush nga ku erdhi kjo ide se Kurani është i krijuar? Kush e shpiki këtë ide? Kush ndërhyri mesin e muslimanëve dhe e nxjerri këtë të zezë se Kurani nuk është fjala e Allahut, por e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. I pari I cili e ka bardh mesin e muslimanëve këtë ide është Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham ka qenë një person I cili thuhet se këtë ide e ka marrë nga Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an e ka marrë nga Talut. Taluti ka qenë nip I Labib ibn al-A'sam. Labib ibn al-A'sam ka qenë një jahudi I cili I ka bo sihr Muhammedit a.s. I cili ka bo sihr Muhammedit a.s. ka qenë hebrej, jahudi, që do më thanë, në Zanafil, kjo ide ka ardhur nga një jehudi, nga një qifut. Dhe, çfarë ka ndodhur me Ja'd ibn Dirham? Ka ndodhur kur një prisi muslimanëve, I cili ka pas akidet e Ahlus Sunnetit, kur e kanë dëgjuar Ja'd ibn Dirham, ky ka qenë Khalid ibn Abdullah al-Qisri, kur e ka falë namazin e Bajramit. Ju ka drejtu muslimanëve dhe ju ka thënë, preni kurbanat e juaj, Allahu ja u pranoft kurbanat e juaj. Se sot do ta kemu në kurban Ja'd ibn Dirhamin, I cili ka thënë se inna Allah lam yattakhidh Ibrahima khalila wa lam yukallim Allah Musa taklima. Nga se Ja'd ibn Dirham ka thënë se Allahu nuk I ka fol Ibrahimit, nuk I ka fol Musait, dhe Ibrahimin nuk e ka marrë khalila, të dashur dhe mikun e tij. Dhe për shkak të kësaj e ka bërë kurban aty. Dhe e ka mbrojt akiden e Ahlus Sunnet. Por Ja'd ibn Dirham e ka pas një nxënës që ka pas emrin Jahm ibn Safwan. Dhe Jahm ibn Safwan e ka shpërnda idenë e tij dhe si rezultat I përhapjes së aktivitetit të tij edhe të idesë të tij, fraksioni që është I shuar dhe dallohet me thenin se Kurani është I krijuar, quhen Jahmiyya. Pra Jahmiyt janë ata të cilët thonë se Kurani nuk është fjala e Allahut dhe marrin emrin Jahmi sepse ka ardhur si në emrin e nxënësit të Ja'd ibn Dirhamit që është Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, I cili ka qenë nga Khorasani, pra në atë botë është quajtur krahinat e sotme krahin, apo do me thonë pjesë e Iranit, apo Pakistanit, apo të Afganistanit të sotëm. Në ato rajone, pra do me thonë ka qenë Khorasani atë botë. Ky Jahm ibn Safwan, nga ai e ka mësu këtë ide Bishr al-Marisi.
Dhe Bishr el-Merisi nga Jahm ibn Safani ja ka mësu Ahmed ibn Abi Duad. Dhe fatkeqësisht sprovë e madhe ka ndodhur për ummetin e Muhamedit alayhis salatu wasalam, nga se ky Ahmed ibn Abi Duad ka qenë gjykat edhe ka pas pozita të larta te Khalifja Ma'mun, Khalifja i muslimanëve. Dhe Ahmed ibn Abi Duad po ashtu ka qenë Mu'tazili. Dhe Mu'tazilet edhe Jahmit kanë ide të përbashkëta lidhje me Kur'anin. Jahmit edhe Mu'tazilet. Dhe e dini fitnë e madhe që ka ndodhur në kohën kur Mu'tazilet e kanë pas shtetin, kanë pas ndikim shtet, edhe Ma'muni ka qenë Mu'tazili, edhe e dini domethënë çfarë tortura, çfarë vrasje, çfarë maltretime ju kanë bërë muslimanëve, dhe është e njohur historia dhe është e njohur fitnja e Imam Ahmedit apo mihnetu Imam Ahmed, sprova Imam Ahmedit që e ka kaluar mendimin e Allahut me suksesin më të madh dhe ka mësime dhe udhëzime dhe këshilla se si vërtet mbrohet akidja e Ahlus Sunnetit dhe se si vërtet qëndron besimtari i devotshëm rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E Mu'tazilit edhe Jahmit e kanë pra të përbashkët idenë se Kurani nuk është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë Jahmit kanë qenë më herët, por pothuaj se pjesë e Jahmive janë edhe Mu'tazilet. Por Mu'tazilet veçohen po ashtu me disa pika të devijuara të tjera. Termi Mu'tazili ka ardhur si rezultat nga Wasil ibn Ata, nxënësi e Abu Hasan al-Basri radiallahu anhu rahimahullah. Wasil ibn Ata ka qenë në xhlis të Hasan Basri dhe dikush e ka bënë një pyetje në lidhje me gjunahën. Dhe padyshim dihet cili është qëndrimi i Ahlus Sunnetit në lidhje me gjunahën. Ai i cili bën gjuna nuk del prej feje. Ai i cili bën gjuna nuk del prej feje. Dhe aty ai e ka dhënë idenë Wasil ibn Ata se gjunahet, njeriu i cili bën gjunahe, ai as nuk është besimtar, as nuk është kafir në këtë dunjë. Dhe quhet bejne menziletain, në dy pozitave. Edhe ka braktis me xhlisin, edhe në gjuhën arabe do me thonë braktisja, plania, distancimi e i'tizal. Dhe nga këtu ka ardhur Mu'tazila. Sepse e kanë braktisur, e kanë lënë me xhlisin e Hasan Basriut radiallahu rahimahullah. Por lidhja pra me Jahmit, apo edhe këta konsiderohen pjesë e Jahmive, për arsye se bashkohen në disa pika. E para është çështja pra e sifateve të Allahut. Jahmit thonë, një prej besimeve kryesore Jahmive është se Allahu nuk ka emra dhe nuk ka cilësi. Nuk ka emra dhe nuk ka cilësi. Ndërsa Mu'tazilet thonë Allahu posëdon emra po s'ka cilësi. Ka emra por nuk ka cilësi. Dhe këtu bajtohen me Jahmit, nga se kur thonë nuk ka cilësi, pra Kurani nuk është prej cilësive të Allahut sepse është i krijuar. Është i krijuar. Allah i na ruajt domthon prej devijimeve. Jahmit në vijat përgjithshme për me dallu cilit janë Jahmi. E para duhet ta dini se Jahmit i mohojnë emrat dhe cilësitë të Allahut. Në dy Jahmit thonë njohja është iman. Vetëm me njohë se Zoti është krijuesi i tokës dhe qiellit ti je besimtar. Që do të thotë sipas Jahmive edhe Iblisi është besimtar, sepse Iblisi e ka njohur madhërinë e Allahut, e ka njohur se Allahu është krijuesi i tokës dhe qiellit, apo edhe Abu Jehli e ka njohur një gjë të tillë, edhe Firauni, kështu më radhë, domethënë, apo domethënë me parimin e tyre, njohja është besim. Nën kupton pra se edhe Iblisi është apo edhe Abu Jehli, Abu Lehebi janë besimtar. Po ashtu Jahmit e mohojnë pe parimeve të besimit që i kanë, e mohojnë Siratin, që do të thonë që urën e Siratit ditën e gjykimit, e mohojnë Mizanin. E mohojnë dënimin varr, Jahmit, e mohojnë dënimin e varr, po ashtu e mohojnë shishimin e Allahut ditën e Kiametit. Pjesë tjetër është e kanë bindjen se xheneti dhe xhehenemi do të përfundojnë.
Këto janë pikat kryesore në lidhje me xehmin. Dërsa Mu'tazilet një prej pikave që e kanë, pra që bashkohen me xehmit, po dihet, ajo është çështja e Kur'anit, se Kur'ani nuk është fjala e Allahut, por e ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa prej bazave të Mu'tazileve, sa për dobi, domethënë për të ditur bazat e këtij fraksioni, ajo është nefju sifat, i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. I mohojnë cilësitë e Allahut. Apo i kanë 5 baza që i përmendim ky fraksion. E para thonë tauhid. Tauhid. E dyta thonë al-adl, drejtësia. E treta thonë al-wa'd wal-wa'id, premtimi dhe premtimi i Allahut me shpërblim dhe ndëshkimi i Allahut që do të ndodhë. Po ashtu e përmendim parimin e 4, pozitën mes 2 pozitave, apo gjykimin mes 2 pozitave. Po ashtu e 5 është urdhni të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Por të baza e parë çka kanë për qëllim tauhid ata? Nuk është tauhidi siç e kanë ehli suneti, por e kanë për qëllim tauhid mohimin e sifateve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mohimin e sifateve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, e mohojnë që Allahu flet, e mohojnë që Allahu ndëgjon, do të thonë e mohojnë cilësinë e Allahut, e mohojnë ndërsa i pohojnë emrat, por pa përmbajtje. Ndërsa kur e përmendin bazë të dytë el-adl, drejtësia. Çka është për qëllim drejtësia? Te Mu'tazilet drejtësia është për qëllim mohimi i kaderit. Nga se Mu'tazilet edhe kaderit bashkohen po ashtu në pikën e kaderit. E mohojnë kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe thonë se njeriu është veprat e Allahut e veprat e njeriut nuk kanë të bëjnë me Allahun subhanahu wa ta'ala, pra në janë pa dëshirën e Allahut. Ndërsa el-wa'd wal-wa'id, baza e tretë e Mu'tazileve, el-wa'd wal-wa'id. Wa'd, premtimi për të shpërblyer besimtarët. Çka nën kupton wa'd, ky premtim të Mu'tazilet, që e kanë si bazë? Nën kupton se Allahu detyrimisht duhet t'i shpërblej robërit e tij sepse ata meritojnë shpërblimin. Dhe kjo është në kundërshtim me parimin e ehli sunetit, me bindjen e ehli sunetit, nga se ehli suneti thonë Allahu i shpërblen robërit ditën e Kiametit jo pse e meritojnë robërit, por nga mëshira që e ka ndaj robërve të. Askush nuk mundet me hinë xhennet vetëm me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa Mu'tazilet thonë se çdo kush do të hyjë në xhenet me atë që e meriton dhe Allah është i detyruar që me i shpërbly robërit e vet. Ndërsa akida e ahli-sunetit është se askush nuk e meriton xhenetin vetëm me mëshirën e Allahut, ndërsa veprat bëhen shkaktar që ti me fitu xhenetin. Veprat bëhen shkaktar që ti me fitu xhenetin. Ndërsa al-wa'id, ndëshkimi i Allahut, çka nën kupton el-wa'id? Premtimi për t'i ndëshkuar gjunaqarët, ata kanë bindjen, Mu'tazilet, se kush vdes pa u penduar, ai është përgjithmonë zjarr xhenem. Ndërsa akida e ahli-sunetit është ai i cili vdes, edhe nëse nuk pendohet, por nuk është kafir, ata mund të falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra një njeri i cili vdes me alkool, por nuk është penduar, ai mbetet për veprën e tij, do ta shpërblej, do ta ndëshkojë. Pa dyshim se mbetet në dëshirën e Allahut. Ndërsa Mu'tazilet thonë se ai përgjithmonë do të mbetet në xhenet. Dhe baza e katërt që kanë Mu'tazilet, ajo është bejnel menziletein, mes 2 pozitave. Çka do të thotë kjo mes 2 pozitave? As andej as këndej. Një njeri i cili bën gjunahe, e kanë Mu'tazilet parim se në këtë dunja nuk duhet gjykohet për to as pse është besimtar, as se është jo besimtar. Pra një person
i cili merret me kamatën, sipas Mu'tazileve, ai as nuk konsiderohet besimtar, as jo besimtar. Në këtë dunjë. Por në ditën e Kiametit ai përgjithmonë do të jetë në xhenem. Ja, çfarë parime shkan Mu'tazilet. Ndërsa akida e Ahlus Sunnetit është se ai i cili bën gjunahën këtë botë, ai është naqisul iman. Ai ka imanin e dom. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush nuk ka besu nga ju derisa të doj për vllajën e vet atë që do për vete. Nëse merret bukfalisht ky hadith, nuk ka besu askush derisa të duhet të dëshirosh për tjetrin atë që don për vete. Nëse merret bukfalisht edhe kupton se nuk je besimtar, atëherë shumë pak në mesin besimtar. Por qëllimi i hadithit është la yu'minu ahadukum, nuk e ka besimin e plot, që do më thonë, nëse ti nuk i qef me pa dikon mirë, ki qef me pa dikon zi e mazi. Ti nuk del prej feje, po ti e ki imanin më të. Ai i cili ka dëshirë që dikush të udhëzohet ashtu siç je udhëzuar ti, ky i ka imanin më të fortë. Ndërsa nëse dikush nuk ka dëshirë për tjetrin me pa një të mirë që është për veten e tij, ky është naqis el iman. Ky është me iman më të. E në ditën e gjykimit, Allahu mund të falë, por ai e meriton xhenemin, e meriton mu dënu për atë vepër, jo për gjithmonë. Që do të thotë, kjo është një rregull që duhet ta dini me mësimet dhe parimet e Ahlus Sunnetit është se një person i cili bën mëkat të madh, nuk del prej dinit Allah. Dhe këtu dallojmë edhe pe Xhavarixhin. Këtu dallojmë edhe pe Mu'tazilet. Se Xhavarixhet e bën kafir, dunja dhe në ahiret. Në njëri që bën gjuna të mëdha. Në njëri i cili bën gjuna të mëdha i thon kafir. Xhavarixh. Dhe nuk ka rëndësi nëse Xhavarixh thojnë, nuk ka rëndësi nëse ata të thojnë, ne e kemi këtë parim, do më thonë e shpjegojnë parimin mirë, por rëndësishme është në praktik si e menaxhojnë rregullin të cilin e mësojnë. Pra nuk ka rëndësi nëse ti e mëson rregullin përmendsh dhe nuk e shtin në praktik. Nuk e fut në praktik. Prandaj, pe parimeve të Mu'tazileve është se njeriu metet mes dy pozitave, asë nuk është besimtar, asë nuk është kafir, dhe në ditën e Kiametit ai përgjithmonë në xhenem. E kundërta pra e asaj që Ahlus Sunneti e konsideron besimtar me gjuna. Naqis el iman, imanin e dobët. Dhe parimi 5 është urdhërimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja, dhe këto Mu'tazilet pajtohen me Ahlus Sunnetin vetëm si parim. Se pe parimeve islame është që të urdhërojmë të mirë dhe të urdhërojmë në të mirën dhe ndalojmë nga e keqja. Por ajo çka dallojmë në mënyrën se në çka urdhërojnë ata dhe në çka urdhërojmë ne, atëherë këtu ka dallim. Këto ja përmenda disa pika të rëndësishme që kanë të bëjnë për me pas qartë se dallimin mes xehmive dhe dallimin mes Mu'tazileve. Dhe padyshim se edhe Esharit, edhe Mu'tazilet kanë ide xehmive, por Mu'tazilet dhe Esharit nuk konsiderohen kufar. Por ata që konsiderohen kufar janë xehmit të pastër që i kanë ato parimet kryesore që thonë që mohojnë krejt sifatet e Allahut dhe emrat e Allahut dhe gjithashtu e mohojnë domethënë çështjen e imanit dhe thonë se imani është vetëm me besu. Vetëm me e njohur Allahun që është krijuesi i tokës dhe qiellit dhe mjafton. Prandaj, si rezultat i këtyre ideve të devijuar, në kohën e Me'munit ka ardhur pra një fitnë shumë e madhe, sepse edhe në atë botë kanë mësuar domethënë felsefe, ilmul kalam, filozofin, edhe kanë dhënë përparësi logjikës dhe ata kanë menduar se në momentin kur bin ndesh ajetet dhe hadithet, si t'ja u bëjmë në zgjidhjen, ne duhet t'ja bëjmë zgjidhjen me logjikë. Dhe logjika e tyre i ka pru në një devijim shumë të madh. Logjika e dobët e tyre i ka pru nga se dini Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është me logjikat e njerëzve,
Po dini Allahut është, feja jonë është mbi kapacitetin e njeriut. Se përndryshe, çdo kush nëse ka mendimin e vet, merri njerëzit më të dijshëm në dunjë, njerëz më të logjikshëm në dunjë, edhe për një çështje dunjas që është shumë e thjeshtë, ndoshta nuk ka të padyshim që është shumë e vështirë për të bashkuar idetë dhe mendimet e tyre. Që do të thotë, logjikat e shëndosha janë ato logjika që i mbështeten Kuranit dhe Sunetit me kuptimin e selefit. Nga se nuk përderisa dhe pse ne nuk duhet gjithmonë të japim përparësi logjikës. Për arsye se ka ajete që edhe sahabët nuk i kanë kuptuar derisa kanë pyetur pejgamberin alayhisalatu wassalam. Por nuk janë mbështet logjikat e njerëzve. Për shembull, kur ka zbrit ajeti kuranor mbi padrejtësinë. Do me thonë Allah subhanahu wa ta'ala përmend se ata do me thonë kur flet mbi zullumin, që nuk do të kenë ata që i bojnë padrejtësi dikujt nuk do të kenë sigurinë këtë dunjë dhe do të kenë dëshkim ditën e Kiametit. Janë friksuar sahabët. Kanë filluar me çajt sahabët për çfarë arsye? Nga se nuk e kanë kuptuar ajetin drejt. Kanë menduar sahabët se është për qëllim një padrejtësi që u bojnë njerëzit. Edhe më njëherë kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, kush prej neve nuk mundet me bë dikujt? Kush prej nesh mund të shpëtoj padrejtësisë? Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam ja u ka shpjeguar se qëllimi i ajetit është e shpjegon me ajetin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja boneje inne shirke le dhulmun adhim. Këtë dije se shirki është zullum i madh. Dhe ajeti ku Allahu përmend se ata që i bojnë shirk Allahut nuk do të kenë siguri, është për që ata që i bojnë, domethënë zullum, është për qëllim shirku, atëherë sahabët padyshim se janë qetësuar. Dua të them me këtë se përderisa sahabët që kanë qenë njerëz më të logjikshëm, në momente të caktuara nuk ja kanë ditë kuptimin e ajetit, por i kthyn argumente. Atëherë gjitha grupet tjera duhet t'i bashkohen Kuranit dhe Sunetit, edhe t'ja nashkalojnë ato ide, edhe filozofit, edhe mendimet e veta, dhe të kthehen ashtu vërtet siç kanë qenë sahabët, siç kanë qenë tabi'inët, tabi'an atba, dhe siç janë pasues të tyre, që do të mbesin deri ditën e Kiametit, që të bazohemi për çështjet e dinit ton, pra në argumentet Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam me kuptimin e selefit. Ndaj çështja e Kuranit, që është fjala e Allahut, është çështje që ka konsensus dhe padyshim se ai i cili thotë që Kurani është i krijuar, ai ka rënë kufër, por a ka rënë kufër, gjithsesi kufër që të nxjerr prej feje, por çështja shtrohet se a është çdo kush që bën kufër kafir. Ju e dini shumë bukur që Imam Ahmedi rahimahullah i ka thënë Memunit pastaj Mu'tasimit, atar Allah umrek ya amirul mu'minin, Allahu ta zot jetën o prisi besimtarëve, kështu që deri nga kjo kuptohet se jo çdo kush që bën kufër edhe del prej feje, derisa të ngrihen argumentet, ta kupton argumentin e kështu me radhë. Prandaj Allahu te baraka ve teala në ardhin e Mutawakkilit, Allahu e ka ngrit këtë din, edhe i ka shkatru idetë e Mu'tazilëve, edhe u bë khalife musliman Mutawakkili dhe i ka dhënë hapësirë dhe liri Imam Ahmedit rahimahullah. Kështu që lutim Allahun te baraka ve teala që t'ia shtoj gradat Imam Ahmedit që u bë shkaktar për ruajtjen e dinit Allahut subhanahu wa taala, dhe lutim Allahun te baraka ve teala që ne të ecim hapat e këtyre imamëve të mëdhenj siç ka qenë Imam Ahmedi rahimahullah ndaj, dhe askush nuk mund ta ndërsoj këtë temë përderisa Imam Ahmedi ka vendosur të sakrifikojë jetën. Kështu që është një prej temave më të rëndësishme që duhet ta mësojmë dhe duhet ta kuptojmë mirë, edhe të hekim çdo lloj dyshimi që mund ta kemi lidhje me këtë temë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.